أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: "Wa khafuni in kuntum mu'minin", që do të thot më keni frikë vetëm mua nëse jeni besimtar. Disa ligjërat e fund kemi folë diçka lidhe me asë çka është frika ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, pra frikë respekti. E frika ndaj Allahut është të krish urdhrat e tij dhe të largohesh nga ajo që ka ndaluar Allahu, duke shpresuar në mëshirën e Allahut, duke kërkuar faljen e Allahut dhe duke u ruajtur nga ato që të ka ndaluar Allah subhanahu wa ta'ala, sepse Allahu në shumë ajete ka treguar se ai cili nuk I ruhet ndalesat e Allahut, ata njerëz meritojnë dënimin e Allahut. Edhe pejgamberi alayhis salam në hadithet e tij për këtë besimtari ruhet nga dënimi I Allahut, nga veprat që ka ndaluar Allahu, sepse meriton dënim dhe mundohet të krije urdhrat e Allahut. E nuk është frika vetëm me thonë unë tutna edhe u krija, dhe mu sigur kur frikojmë dhe ne për njerëzve dhe duhet mu mbill dikon. Jo. Frika ndaj Allahut është Ada'ul wajibat wa ijtinabul muharramat. Të krish urdhrat e Allahut dhe të largohesh nga dalesat që të ka ndaluar Allahu. Ja unë kaluam treguam se çka është frika në gjuhë. Se si do të kemi frikë Allahut me gjuhën tonë, pra të arrojmë gjuhën nga rrejna, nga përgojimi, nga bartja e fjalëve, nga fjalët e këqija e kështu me radhë. Dhe thamë se Imam Samarkandiu ka thonë se frika kuptohet nga 7 shenja. E për shenjën e parë, pra për ruajtjen e gjuhës, folëm javën e kalume. Sot vazhdojna me ditën ku thot frika në bark është që mos të hash përveç halalin, dhe nga halali aq sa ke nevojë. Pra si kemi na frikë Allah subhanahu wa ta'ala me barkun ton, të hajna atë që hajna, ushqimin që e hajna, pijen që e pina të jenë halal. Po edhe halalin që e hajna dhe që e pina, të hajna të pim atë sa kemi nevojë, mos me tepru. E për këtë, disa ligjërata merë kemi folë për shkaqet për pranimin e luqës. Një prej shkaqeve për pranimin e luqeve është ushqimin ta kishe halal. Pra nëse barkun tanë mbush me haram, e pasaj musuan kos për pranon luqet, sepse një prej shkaqeve, një prej kushteve të pranimit të luqes është që ushqimi dhe pija të jenë halal. E pejgamberi alayhis salam ka thonë me një hadith për barkun, për ruajtjen e barkut, thotë wahfaz batnaka wa ma wa'a. Ruaje barkun tan dhe çka ka brenda tij, pra çka po fut në barkun tan. Nuk është hajtë se veç në qetë e mirë. Jo e mirë, po në qetë halal, në qetë e lejuar. Disa sende, disa ushqime në Islam janë të lejuara, por mënyra ti se si e fiton ajo është haram. Nuk po thojnë na haram është vetëm mishi I derrit, çka hin në bark, apo alkooli, apo sejnë qira të papastërta. Jo, ka sejnë të cilët janë të pastërta, me Islam janë halal, të lejuara, por mënyra ti se e fitonat, e si e fund barkun tanë, ajo mënyra mund me qenë haram. Për shembull me vjedh diçka me hongër, ajo haram është. Çaj ushqimi në sens është halal, po mënyra ti se e fituar, pra e vjedhe, edhe kur ta hash, do të thonë që fund barkun tanë haram. Mishi, për shembull, mishi lopës apo I kafshë tjera që lejohen. Me Islam ato janë të lejuara, po mënyra se si e pretat lopën, e pret sipas shariatit ajo pasaj nuk e ki halal. Nuk do të mu bazu vetëm atë çka po shumë sot na për leta, na për paketa halal. Halal edhe u krija, hoxha halal, që në Migros për shumë halal, në Kopanje për shumë halal, po halal për shumë se kërkush nuk thot haram. Halal s'ka mu vakit dikush me shkrit kam mish haram. Se kërkush nuk e blen tani. Këj shkujnë halal. A është I prej si pas Islamit, a nuk ka I prej si pas Islamit, a I shkujnë halal. E qka për më vërtetu se është halal, do të vërtetu se është e prejme si pas shariatit, si pas Islamit, si që nga ka përësit Allah dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Jo pse ka shkujt filoni halal atë edhe u kri. Pra dhe qaj ushtim, qaj mish, nëse nuk është halal, në esenca është halal.
mishi lopës e i del me vekshto me radhë. Ama mënyra se si ja pre, që ajo ta ndalon dhe nuk i drejta me hongër atë mish. E për këtë është frika me bark, si kemi frikë Allah subhanahu wa taala me barkun tonë është të hajmë vetëm që është halal, po edhe atë halalin të hajna vetëm atë sa kemi nevojë, e me këtë tregon se ti ke frikë Allah subhanahu wa taala. Se pejgamberi alayhis salam thot me një hadith tjetër, thot trupi i cili ushqehet me haram, thot xhehenemi më shumë ka përparësi për të. Pra që njeriu meriton dënimin e Allahut. Ndikon ushqimi haram, pijet haram, ndikojnë në trupin e njeriut, ndikojnë në mendjen e njeriut, ndikojnë edhe te pranimi apo mos pranimi i luqës. Pra ushqimi ndikon te pranimi ose mos pranimi i luqës. Hadithi pejgamberit alayhis salam ku tha për një njeri ku tha ushqimin e ka haram, veç bazën haram, vën banimin haram, anna yustajabu lahu, ku më pranuat i luqja? Gjitha që rrethojnë ka me haram. Po pret aq më pranu luqja ti, e për këtë kush pra po shkaku për të pranuar luqja më lehtë te Allah subhanahu wa taala është që ushqimi të jetë halal. E me këtë barkun tan e run nga çdo ushqim, nga çdo pije që e ka ndaluar Allah subhanahu wa taala, nëse do me shpëtu dënimit të Allahut. Përndryshe, trupi i cili ushqehet me haram, xhehenemi ka më shumë përparësi për të. E kemi cek edhe një njeri kur e pyet një dietar dhe i thot, më trego për vlerën e safit parë. Se normal safi i parë me anë xhami më herët me zon safin e parë ka shpërblime të mëdha. Nuk është një siguraj safi ditë i tretë i katërti. Po kush e zën safin e parë, po dhe ki ka rregullat e veta. Jo marr ditën e xhumun me kërci për një njerëz shkoj te safi i parë se ka sevapë të mëdha. Përndryshe krejt njerëzit më çun xhami me bon hixhim te safi i parë, mund të llovi e madhe. Por për me zon vlen e safit parë, vjen me herën xhami, ulesh te safi i parë, edhe pret atë, nëse ka ligjërat, nëse vjen imami, edhe fillon me ligjërat kështu, e fiton shpërblimin e sevapit parë. Pastaj edhe namazin e fal safin e parë. E kur vjen një njeri e pyet një dietar thon, "Trego ma vlerën e safit parë, di? Çfarë vlerë ka safi i parë?" Thot, "Shiko, mbush e barkun tan me halal, edhe nëse falësh në fund xhamis nuk ka problem." Kjo do të thotë, çka nëse barkun e kije plot me haram, edhe po vjen safin e parë po falesh. Prap nuk po thojnë se është keq, nuk po thojnë se haram ka bë. Ama safi i parë duhet mi pasë ai disa rregulla, disa kushte, nuk kanë veç hajnë safin e parë tashun a jam me i pastër, as jam me i pastër, teshtra i kanë të pastër, as i kanë të pastër, ashtu me radhë, por që dietari tha mbush e barkun me halal, të na sprish punë, ku do mu falan safin e parë, në ditën e tretë në fund xhamit nuk prish punë. Se sa ka pjatin që vin safin e parë, po barkun e ka përplot me haram. Para se me në xhamin bën nuk e ka mush me haram. Apo vesh mballësit i ka haram. Po si haram? Po ja ka vjedh, i ka vjedh të tesha, ja i ka bën dëni dallaver dikujt, ja ka mashtru dikonin. Edhe ajo vesh mbathje. Çka do të thonë vesh mbathja haram? Por shin çka vesh mbathje, si mund me qenë haram? Kjo jo se është e papastër, po është haram se nuk ka në pronën time. Unë e përdori, e veshi, po nuk ka hin pronën time. Çka do të thonë s'ka hin pronën time? Do të thonë ose ja kanë vjedh dikujna, ose kanë bën dëni dallaver, dëni mashtrim me dikonin, edhe përderisa shit blerja nuk ka bën sipas rregullat e Islamit, kjo nuk ka hin pronën time. E përderisa s'ka hin pronën time, do të thonë jam të përdor diçka që nuk është pronë imja. Edhe ai kjo e atij të cilit është, ai nuk është dakord, nuk është i kënaqur me këtë që e kanë bënë. E për këtë pastaj kjo veshmbathje për shemb mund me qenë haram. Apo ushqimi tham haram, apo edhe vëmbanimi. Ja ki morë me zor dikun, ja ki morë për shembull shtëpinë, ja ki bën dëni dallavere, dëni mashtrim me dikonin, ja pronari shtëpisë i banes ka thonë me dal, ta ka dhënë fatin për me dal, edhe ti mas afatit rrihala pa qenë ai kënaqur, pa qenë razi dakord ai personi. Domethënë qëndrimin e shtëpi që rriti haram, se jeton në pronë dikujna pa lenë e tina, pa dëshirën e tina. E për këtë, pra gjitha këtë duhet të kemi kujdes për veshmbathjen, për ushqimin, për pijen, për shembull pija e cila mirët me zor dikujna, ja merr dikujt një ushqim me zor. Jo me dëshirën atij, po me zor. E për këtë pejgamberi alayhis salam na ka porositur që kur të lipi dikujt diçka apo kur të na jep dikush diçka, ta morrmi me pëlqimin e atina, pra me dëshirën e atina, se shpesh ndodh në dikonin kur dojna mi lip diçka e fusim me një qosh diçish me muhabete me asaj dhe ai pështet për zidi se thonë mos s'ka shka bani ngrati pis zori ta jep. Ama nuk kanë të dhënë me gjithë zemër.
nuk është i kënaqur, po ti ne me atë oratorin tonë, me fjalët tua, me ato muhabetet tua si i ke, ja ki mush me një diçish edhe ja ki mor edhe e han. Ama jo me pëlqimin e atina, jo me dëshirin e atij, pa vetëm se u ngushtu. E për këtë kjo nuk është e drejtë të hahet kjo është. E shumë se të tjera se shumica njerëz mendojnë se këshire, mishi derrit, mishi kujdi çka, to nuk i hajna këto qerët, janë halal i hajna. Ama këto duhet më shikua, janë halal ajo. Kafsha, mishi asaj kafshë që peha, është halal ajo. Kjo pija, kjo ushqimi, mos ka diçka të përzime, është e marrë me pëlqimin e atij pronar, ta nuk e ke marrë me pëlqimin e tij. E gjitha këto duhet të kemi kujdes nëse dojmë pas frikë Allah subhanahu wa taala me nëpërmjet barkut ton. Pra në barkun tonë të fusim vetëm halal, edhe atë halal që fusim, ta fusim atë sa kemi nevojë, e mos ta teprojmë se Allah thot kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, hani e pini e mos e teproni, se vërtet Allah nuk i don ata që e teprojnë. E lutem Allah subhanahu wa taala që të na bën prej atij që i kanë frikë Allah subhanahu wa taala me gjymtyrët e tyre, qoftë sini, veshi, gjuha, barku, kom, zemra, me gjitha gjymtyrët, ti kemi frikë Allah subhanahu wa taala, atëherë do të arrijmë atë shkallën e atij të cilët që i kanë frikë Allah subhanahu wa taala. Lusim Allah subhanahu wa taala të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe ditën e gjykimit. Lusim Allah subhanahu wa taala na përmirëson gjendjen tonë, e përmirësimi i gjendjes tonë fillon nga ne, pra ne të fillojmë ta përmirësojmë kështu me ndihmën e Allahut dhe duke mbështetur Allah subhanahu wa taala, sepse njeriu për çdo ditë ka nevojë të përmirësohet, të bëhet i mirë e më i mirë, të ngritet në gradat e larta tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe në fund e lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.